A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimi i takon Zotit të universit, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Na bëf Zoti dhe neve prej tyre. Amin. Kësaj radhe do të stacionohemi në 2 ajetet e fundit të surës Inshirah, të cilat janë shumë kuptimplota dhe me një mesazh mjaft të fuqishëm për çdo besimtar dhe besimtare. Ku thot i madhrishmi Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fe idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. E kur ta krysh obligimin atë botë, mundohu me adhurim ndaj Allahut dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin. Pra, besimtari, njeriu kur erdhi në këtë botë kishte obligime dhe detyra, dhe ka obligime dhe detyra për t'i kryer në këtë botë. Dhe prej obligimeve dhe detyrave të njeriu është ta di qëllimin e ardhjes së tij në këtë botë. Prandaj shpesh herë Allahu subhanahu wa taala i thot njeriu ose njerëzve në përgjithësi, ejna tadhhabun, ka jeni duke shkuar o ju njerëz. Prandaj kur të kryesh obligimin atë botë, mundohu me adhurim ndaj Allahut dhe përqendroje synimin tënd tek Allahu. Pra çdo vepër, çdo synim që ti e ke, ta bësh me dëshirë dhe pasion, ta bësh për të fituar ridwan Allah, kënaqësinë e të madhe të Allah te bareke ve taala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse ishte në vështirësitë e mëdha nga populli, nga njerëzit që ishin të paditur dhe idhujtar, ai nuk u dorëzua asnjëherë në misionin e tij për të përhapur të vërtetën, për të përhapur besimin në një Zot të vetëm dhe të pashok. Ani abudullah fajtanibu tagut, që të adhurohet Allahu dhe të mos i bëhet atij shok ose shoqëri. Inna shirka la dhulmun adhim, sepse shirku të bërit shok pra krijuesit është zullum ose padrejtësi e madhe. Fe idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pra dhe vetëm te Zoti yt përqendroje synimin. Pra çdo synim i yti, çdo destinacion i yti në këtë jetë duhet me qenë me kënaq krijuesin. Pra, sepse ti nëse kënaq krijuesin, pa dyshim se edhe krijesat do t'i kesh pas teje. Pra do kesh harmoni edhe me krijesat e krijuesit. Nëse qëllimi yt është pra të fitosh kënaqësinë e të madhit Zot, që është krijues, pa dyshim se edhe krijesat do t'i kesh pas teje. Prandaj sa njerëz janë munduar që të hatrohen ose të hynë huj njëri tjetrit, e ta dua njëri tjetrit, krijojnë bashkësi, krijojnë komunitete të caktuara shoqërore mes njëri tjetrit, por nuk ja kanë arritur qëllimit për shkak se synimi i tyre nuk ka qenë pra fitimi i kënaqësisë së Zotit, por ka qenë thjesht të marrin një pozitë apo një titull, apo të marrin një udhëheqësi. Pra thjesht kanë pas synim me marrë një karrik ose një pushtet, ose me qenë pra udhëheqës të lider lokal ose udhëheqës të një grupi të caktuar. Pra synimi i tyre ka qenë karrika ose karriera, pushteti. Nuk ka qenë pra synimi i tyre pra që të bëjnë vepra të mira komunitare, që të bëjnë vepra që ka Zoti është i kënaqur me ta. Ku shumë ajete na ftojnë dhe na thrasin që fjala mirë dhe vepra mirë ngriten tek Allahu te bareke wa taala. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Ata që ka bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala amma yushrikun. Pra, farghab, përqendrim në synim.
Pra shumë njerëz nuk përqendrohen në synimet e tyre. Pra ata nisin pra një udhtim, pastaj e lënë në gjysmë, ose e fillojnë një kalvar udhëtimi dhe e lënë për gjysmë, për shkak se mungon besimi. Dhe kur mungon besimi, itikadi, mbështetja tek Zoti, ata ftofen edhe nuk e vazhdojnë, nuk e trasojnë më atë udhëtim. Dhe ai udhëtim pastaj mbetet gjysmak, i përgjysmuar. Dhe në Islam, Zoti i Madhreshëm thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ud'u fi s-silmi kaffa." O ju të cilët keni besuar, hyni në Islam plotësisht, tërësisht. Dhe kjo na motivon në çdo sipërmarrësi dhe në çdo punë që ne veprojmë, në çdo veprim tonë që bëjmë, është të jemi të përqendruar në synimet tona. Ashtu siç ishte Muhamedi alayhis salam. Ashtu pra ishte i dërguar ynë, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat. Ishte i përqendruar në synim. Edhe me lejen e Allahut, pas vështirësive të mëdha, ai arriti suksesin. Pse? Sepse ai ishte guzimtar, ishte i vendosur, ishte i drejtë, ishte fisnik dhe vepërmirë. Dhe kur ne përqendrohemi në synimet tona, Allahu na lartëson në këtë botë dhe padyshim edhe në botën tjetër. Kështu është shembulli me ata të cilët nuk e falin namazin. Ata duhet të përqendrohen në synimet që ja kanë vendosur vetes së tyre, që të arrijnë rezultat edhe në faljen e namazit. Ashtu është edhe në çështjen e khalifetun fil ard, udhëheqësisë. Pra duhet të jenë udhëheqësi i drejtë, duhet të jetë i përqendruar në synimet e tij, që të ndihmojë popullin, të ndihmojë njerëzit dhe të jetë i mirë me njerëzit, por megjithatë ta di se është një krijues që e mbikëqyr dhe e sheh atë. Pra dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin. Pra fa'lam annahu la ilaha illallah. Ta dish se është një Zot i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Pra nuk është asgjë se kur ai është dëgjuesi, shikuesi, dhe ai na sheh ne, na përcjell ne, dhe asgjë nuk bëhet pa lejen e të Madhit Allah te bareke wa ta'ala amma yushrikun. Edhe pse u gjakos në Taif Resulullah ynë sallallahu alaihi wasallam, edhe pse u shau, u ofendua, u paraqykua, e u rrezikua dhe me jetën e tij, prapse përqendrimi i tij ishte në nivelin më të lartë, dhe synimet e tij u arritën dhe u kompletuan tërësisht, dhe erdhi pastaj surja që na shpjegon shumë bukur: idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Përkujto kur njerëzit pra e pranuan fenë e Zotit dhe dolin sheshe vërteta dhe njerëzit e pranuan Islamin dhe hynë në Islam turma. Alhamdulillah. Prandaj fitoria erdhi dhe iku e kota. Shkoi pra errësira dhe erdhi drita. Drita e muminit, besimtarit. Ati besimtari i cili e ka lidh gjuhën e tij, zemrën e tij, ruhin e tij, shpirtin e tij, mendjen e tij dhe çdo gjë të tij e ka lidh me Krijuesin dhe përqendron me synim të lartë dhe e madhëron Krijuesin wala dhikrullahil akbar dhe e përmend me dhikr të shpesht dhe e madhëron Zotin në pra madhërimin që i takon mëngjes dhe mbrëmje. Dhe përkufizoj veten tënde me ata të cilët e lusin Allahun mëngjes dhe mbrëmje dhe kanë për qëllim fitimin e kënaqësisë së Allahut. Pra qëllimi i tyre është të fitojnë kënaqësinë e të Madhit Zot, të marrin shpërblim nga veprat e mira me sinqeritet, në mënyrë që të arrijnë tek rahmeti i Allahut. Pra ata bëjnë vazhdimisht vepra të mira me shpresë që Allahu t'i fusë në mëshirën e tij, t'i mëshiroj dhe ata
të arrijnë pra që të triumfojnë në synimet e tyre. Surja Inshira është prej sureve pra zbritura në Mekë, ku flet për pozitën e lartë të pejgamberit, të cilën e gëzonte Zoti i Madhënuar, për disa të mira të cilat i adhuroi ai dhe jep guxim në përpjekjen e tij të mëtejshme, duke gëzuar me sukses që do të arrijë pra sukses në të ardhmen. Quhet surja Inshira sepse është kaptina e hapjes, nga se është fjala për hapjen e gjoksit pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam dhe për triumfin e Resulullahit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe arritjen që ai të përhap fjalën e të Madhit Zot te barek ve taala dhe ta shliroj njerëzimin dhe ta përqendroj njerëzimin me synime të larta, me synime të cilat janë që njeriu t'i kthehet pra burimit të fitrës së tij, t'i kthehet pra besimit, t'i kthehet punëve të mira, të largohet nga hilet e iblisit të mallkuar, sepse inna shejtane kana linnasi aduwan mubin, me të vërtetë shejtani është armiku i hapur dhe i përbetuar i njeriut. Prandaj, ky njeri duhet të përqendrojë synimet në bamirësi, duhet të përqendrojë synimet në fjalë të mira, në mendime të mira, në veprime të mira, në dhikr dhe përmendje shpesh të Allahut te bareke ve taala amma yushrikun. Pastaj duhet të përqendrohet në leximin e Kuranit dhe librave të cilat pra flasin për Kuranin, Sunetin, libra të cilat flasin për edukimin në familje, libra të cilat flasin për zbulime, inovacione dhe gjëra që janë në të mirën e njeriut dhe njerëzimit pra në tërësi. Prandaj, përqendro synimin tënd tek Zoti, sepse Zoti të ka bërë ty khalifetun fil ardh, të ka bërë udhëheqës në këtë tokë. Dhe ti e ke amanet këtë tokë, ky amanet nuk ju dha askujt tjetër, vetëm ty dhe vetëm mua dhe vetëm neve si njerëz na u dha ky amanet. Andaj ky amanet është një përgjegjësi shumë e madhe për secilin prej nesh që ta di pse e ka marrë këtë përgjegjësi dhe këtë përqendrim dhe këtë synim, duhet ta çojë në vend këtë amanet. Dhe ti mbështetet Allahut me një mbështetje të fuqishme dhe të ketë synim për hapjen e fjalës së mirë, për hapjen e veprës së mirë dhe për hapjen e punëve të cilat e çojnë përpara njerëzimin ka hembara dhe ka mira. Andaj, këto dy ajete kuranore ne duhet të reflektojmë që të mos e humbasim kohën kot, të kemi parasysh se jemi krijesa me përgjegjësi, jemi krijesa që kemi shumë amanete dhe detyra për t'i kryer, jemi krijesa që kemi ardhur në këtë botë të shërbejmë të tjerëve, sepse përmes shërbesës së të tjerëve ne arrijmë të shërbejmë dhe vetes sonë. Prandaj nëse ne i japim, do marrim dhe padyshim ai që jep dhe do të marr, dhe kështu Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar këtë univers, pra që është urë lidhse dhe ndërlidhse, që njerëzit e lidhen dhe krijojnë ura lidhse mes njëri tjetrit që ta çojnë përpara të mirën dhe ta bojkotojnë dhe ta bllokojnë të keqen dhe ta parandalojnë të keqen, mendimin e të Madhit Allah te bareke ve taala amma yushrikun. Kështu ishte misioni i çdo pejgamberit të Zotit, që ata u përqendruan në synimet e tyre, siç është rasti për shembull i Nuhut alayhis salam, nëse e marrim si shembull, Nuhu alayhis salam u përqendrua në synimin e tij për me adhuru një Allah të vetëm, për me ftu popullin pa nal, me shekuj e shekuj, i thiri popullin natën e ditën, për me besu një Zot, për me respektu prindrit, për mu largu idhujve, për mu largu pra besëtnive, gjërave të kota, dhe i thiri njerëzimin pra që të hypin në anijen e shpëtimit dhe të udhtojnë drejt tokave të begatshme, që ta përhapin mirësinë e Zotit kudo në pra të tokat begatshme, dhe këta pejgamberët e Zotit secili pra nuk u ndal me shkollat e tyre, me mësimet e tyre,
ata nuk u ndalën ditën dhe natën në edukimin e popullit dhe vazhdimisht ata e trasuan këtë dhe vazhduan t'i përmban kësaj, saqë sot e asaj dite këta pejgamber lanë mbrapa burrat e lartë, evlija, njerëz të dashtën të Allahit, mësues dhe edukator të mirë, ulema dhe dietar të mirë që sot e asaj dite ata i marrin ato mësime dhe ja u shpjegojnë dhe të tjerëve nga Kurani dhe jeta e tyre, këtyre pejgamberëve, dhe sot e asaj dite formohen pastaj edhe shkollat, medreset, fakultetet, akademitë, vend tubimet e diturisë, e mektubateve dhe librarive të mëdha, ku njerëzit lexojnë ditën dhe natën për të shpjeguar dhe urtësuar njerëzimin, dhe vazhdimisht ta njerëz pra marrin dije dhe këtë dije e përpunojnë dhe e analizojnë, e studiojnë dhe e përhapin dhe tek masat e tjera, dhe kështu ky njerëzim pra hes në parimin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë, kurse se nuk mundën me i barazu, prandaj atij që është dhënë dija, i është dhënë pra fiture e madhe, e mësë shumëti që kanë frikë Zotit janë dietarët, ata të diturit, të mençurit, sepse ata e dinë që në këtë botë ne kemi ardhur me përgjegjësi dhe duhet t'ju ndihmojmë të tjerëve. Prandaj, përqendro synimin tek i Madhi Allah dhe do të lartësohesh në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i shpërbleft për këto minuta që i ndam së bashku dhe të gjithë ata që dëgjuan këtë video, këtë transmetim direkt, i ftoj që ta shpërndajnë këtë video legjerat në mënyrë që të përfitojnë edhe gjeneratat e reja, po edhe t'ja rikujtojmë njëri tjetrit për qëndrimin dhe synimin tonë tek Krijuesi ynë, të bëjmë namaz, të bëjmë dhikr, të ndihmojmë të varfrit, jetimët, studentët, njerëzit pa përkrahje, të ndihmojmë të tjerëve sepse edhe neve na ka ndihmuar dikush, edhe të gjithë neve na ndihmon Allahu, i cili na mjafton për çdo çështje, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dhe mos të bëhemi egoist dhe të mendojmë se jemi vetëm ne në këtë botë dhe askush tjetër. Prandaj duhet të bëhemi qenie komunitare, sociale, të ndihmojmë punë të mira dhe ndalojmë nga të këqijat dhe të bëhemi pra pej atyre që vazhdimisht bëjmë vepra bamirëse. Zoti ju shpërbleft, Allahu nderoft edhe një herë pra ju ftoj ta shpërndani këtë video dhe ta dëgjojnë më shumë të tjerë. Selam aleikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.